најпознаваниот дел – медиација. Целта на медиацијата е да биде корисна алатка за конструктивно решавање на конфликтот, односно креативен начин за двете страни да го добијат она што го сакаат. Ndërmjetësimi, ja të pra tani do flasim për këtë teknik, një mjet konstruktiv i cili na ndihmon për të zgjedhur konfliktet në mënyrë kreative ndonjëherë. Ndërmjetësimi është një teknik e cila na mundson që të zgjedhim konfliktet. Zakonisht në ndërmjetësim na kyçet personi i tretë, neutral, i cili është ndërmjetësuesi dhe ai duhet të ndihmojë që palët të vinë në një pajtueshmëri. И како што дефиниравме, важната улога во процесот на медиација ја има медиаторот. И за да бидете медиатор, не е некоја комплицирана работа, меѓутоа мора да застапувате одредени вредности. Që të jeni një ndërmjetësues nuk është diçka filozofike, nuk është një punë e komplikuar, mirë po duhet të keni kujdes në disa gjëra. Една од најважните работи како медиатор е да бидете објективни и на процесот да пристапувате неутрално. Gjithmonë duhet të jeni neutral, të mos mbani anën e asnjërit nga personat e kyçur në konflikt, edhe të jeni objektiv gjithsesi. И двете страни треба да имаат доверба во вас. Duhet të keni besimin e të dy palëve, të cilët do të dëgjoni. Треба добро да знаете да ги идентификувате потребите и емоциите на двете страни. Duhet të jeni i mirë gjatë identifikimit të nevojave, si nga njëra palë, ashtu edhe nga pala tjetër. Една од работите кои може да ве направи субјективни се емоциите или пристапувањето кон одредена страна. Gjithmonë duhet ta dini, sepse nuk duhet të keni emocione apo të mbani anën e njërës nga palë. Duhet të jeni fair për të dy palët njësoj. Да, секогаш знаеме дека едната страна е повеќе од другата во право, меѓутоа во случајот ние мора да останеме воздржани и двете страни да ги застапуваме еднакво. Të dy anët, të dy palët duhet të jenë të kenë një qasje të barabartë. Po marrë parasysh, a pajtohemi apo s'pajtohemi, ha? Ndërmjetësuesi duhet të jetë pak më gjakstohtë gjatë procesit të ndërmjetësimit. Така е, треба да бидете воздржани и треба да бидете објективни низ целиот процес. Треба добро да знаете кои се потребите на двете страни. Mos harrojmë, duhet të dini nevojat e të dy palëve. Mirë po një teknik shumë e rëndësishme, që unë edhe e Caci gjithkohën e përdorim, është dëgjimi aktiv. Kur njëri flet, tjetri duhet të dëgjon, edhe të jep një feedback apo të jep një shenjë tjetrit që është duke e dëgjuar dhe është duke e kuptuar atë që thot. Така, активното слушање е дел од целиот процес. Покажете на двете страни дека активно ги слушате. Парафразирајте, потенцирајте ги нивните потреби и слушајте ги добро. Тоа што веќе кажавме во комуникација, сега доаѓа во пракса, нели? Atë që tham, që e treguam gjithkohën për komunikimin, tani vjen në praktikë duke përdorur teknikën e ndërmjetësimit, gjithashtu duhet të përdorim ato fazat në të cilet duhet të dëgjojmë në mënyrë aktive edhe të përdorim aftësitë tona si ndërmjetësues. Не наметнувајте го вашиот авторитет. Mos tentoni që të përdorni autoritetin tuaj në të dy palët për konfliktin. И кога ќе стигнете до решението, чекајте двете страни да предложат. Немој да бидете вие тие кои го предлагаат решението. Ju jeni aty vetëm që t'ju ndihmoni të vini deri në një përfundim apo në një konkluzion. Kështu që mos i jepni juve përfundimin apo konkluzionin, zgjedhjen e problemit, por ndihmojeni palët që ato vetë të vinë në një të tillë. И запамтете, ова е процес за кој треба да бидете трпеливи и добро организирани. Është një proces që juve t'i duhet durim edhe ta çoni deri në fund pa nervoze edhe me qetësi. Një gjë shumë e rëndësishme, pasi të kemi vendosur të kalojmë në procesin e ndërmjetësimit, e gjetëm ndërmjetësuesin, i posedonte të gjitha aftësitë për të bërë një proces të tillë, një gjë shumë e rëndësishme Caci është edhe të gjejmë vendin se ku do të zhvillohet procesi i ndërmjetësimit.
Zakonisht preferohet të jetë ndonjë klasë në shkollë, është e preferueshme të jetë në shkollë që nxënësit të ndjehen sa më komod, të jenë në afërsi të shokëve dhe shoqeve, të jenë në një vend të njohur për ta, një klasë e qetë, ku do të mund të dëgjohen pa pengesa, edhe gjithë procesi do të zhvillohet në qetësi. Gjithashtu, duhet të dim se duhet të jemi të vendosur siç duhet, ndërmjetësuesi të ketë përballë disi të dy palët të ulur njëri përballë tjetrit dhe të kemi qasje të njëjtë për të dy anët. Така е беса. Училиштето е едно од најдобрите места за процесот на медиација, меѓутоа спремноста на медиаторот е еден дел од целата работа. Вториот дел, кој што така е многу битен, е да биде просторија каде што учениците се чувствуваат комотно, двајцата се на исто ниво или двете групи се на исто ниво и многу е важно тоа да биде просторија која е добро организирана, која е пријатна за работа и нема публика. Po, diçka që Caci e përmendi, është mirë që në këto procese të mos ketë publik, apo të mos ketë nxënës të tjerë, të cilët ndoshta do të nxisin apo do e frenojnë personin të shfaqë ndjenja dhe emocionet e veta. И кога веќе избравме просторија, вие како медиатор треба да направите во еден дел на целиот процес. Односно, треба да ги седнете двете страни, да се представите кој сте, што сте и зашто сте тука. Треба да нагласите дека вие сте неутрална страна која сака да помогне да се реши конфликтот. Pasi e zgjodhëm me ndërmjetësuesin, kush do të merret me këtë proces, vendosëm se në cilën klasë, në cilën hapësirë do ta zhvillojmë këtë proces të ndërmjetësimit, duhet të uleni edhe t'ja filloni punës. Së pari, duhet të prezantoheni kush jeni, që të dy palët që njohin dhe të din diçka për ju, nëse nuk njiheni paraprakisht, edhe të tregoni se pse jeni aty. Në fakt, qëllimi është që ju t'i ndihmoni ato të vinë në një zgjedhje. Pastaj, Caci, duhet të vendosim disa rregulla. Sepse normalisht procesi i ndërmjetësimit duhet të kalon në disa rregulla. Duhet bashkë t'i vendosni këto rregulla. Kur dikush flet, tjetri të dëgjoj. Dhe kështu me radhë. Така е. Правилата исто така се многу важни во процесот. Немојте да ги наметнувате, барајте од учесниците да ги постават, меѓутоа треба да се постават правила според кои ќе се водите низ процесот. Меѓутоа, мислам дека исто така многу важна работа е пред да почнете со правилата, да прашате страните дали се согласни да бидат дел од процесот. Patjetër, duhet të pyetni të dy palët a pajtohen, a janë dakord që të filloni me këtë proces. Pastaj, së bashku i vendosni rregullat, normalisht që ju nuk duhet të tregoni autoritet, bashkë me ato duhet të vendosni rregullat. A do të përdoret celulari gjatë kohës së ndërmjetësimit, a do të ketë pauza e kështu me radhë. Така е. Дел од правилата може да се однесуваат на исклучени телефони, кога ќе направите пауза и слично. Меѓутоа, ете како што наведе Беса, мора да дадете предност на учениците. Немој да го наметнувате вашиот авторитет во овој процес. Pasi kjo të ketë përfunduar, një gjë shumë e rëndësishme. Kuj do t'ja japim fjalën të parit? Mos ta harrojmë, sepse duhet të vendosim në një mënyrë neutrale se kush nga palët do të fillon të fleti pari. Така е, цело време ја задржувате вашата неутрална страна. Затоа, во изборот кој ќе започне прв, пробајте да направите избор на начин кој ќе ги задоволува двете страни. Со фрлање паричка, со влечење ливче и слично. Duke hedhur një para, edhe të vendosim kush çka do zgjedhën, kështu që do vendosni ashtu ose nëpërmjet të tërheqjes së një letre, kush do të filloni pari. Kjo është një mënyrë neutrale, edhe ju bëni me dijeni të dy palëve, sepse kjo do jetë një proces transparent edhe fair. Може би ова ви изгледа комплицирано, меѓутоа со пракса станува многу едноставно. Пред да започнеме со фазите на медиација, ова се сите подготовки кои треба да ги направите. Mos harroni të mbaroni të gjitha këto përgatitje para se të fillojmë me hapat kryesor të cilat duhet të ndjekim për një proces të suksesshëm të ndërmjetësimit. Dhe do fillojmë me hapat e ndërmjetësimit. Hapi i parë dhe shumë i rëndësishëm
është prezentimi i problemit. Така е. Првиот чекор во медиацијата е јасно дефинирање на проблемот. Do me thënë, më falë Caci, qartësisht duhet të definojmë problemin. Të dy palëve ju japim mundësi të shprehen, pa hyrë në debat dhe diskutim. Normalisht duhet t'i rikujtojmë ato gjatë gjithë kohës që nëse njëri flet, tjetri duhet të dëgjon. Kështu që i japim mundësi të shprehen sepse ka ardhur deri te ai konflikt. Nëse kemi një konflikt më të komplikuar, me më shumë gjëra për të na shpjeguar, mirë është që në prapavit të kemi një flipchart, një tabel, në të cilën mund të shënojmë. Edhe do t'i shënojmë gjërat kyçe, në të cilat të dy palët edhe do mund t'i shohin, edhe të rikujtohen pas kalimit të kohës. Gjithashtu, duhet të cekim që ky hap mund të zgjasë shumë, mund të bëjmë pauze në ndërkohë nëse palët kanë nevojë të flasin shumë gjatë, gjithashtu duhet të ceket që nga ky hap mund të dimë a do të jetë i suksesshëm procesi i ndërmjetësimit apo jo. И ако се прашувате како да започнете со првиот чекор, почнете од почеток. Откако сте констатирале кое лице треба да биде прво, замолете го. Ајде Беса те молам, раскажи ни што се случило. Pasi të keni vendosur, pasi të keni ardhur në përfundim se kush do të fleti pari, filloni me hapin e parë dhe atë. Hajde, Slavica, na trego, çfarë ndodhi? Додека Беса раскажува, односно лицето кое одлучивте да биде прво, внимателно слушајте. Трудете се другата страна да не се умешува, не коментирајте и следете ги правилата кои ги констатиравте на почеток на процесот. Derisa Slavica flet, mundoni që në mënyrë aktive ta dëgjoni. Mos e lejoni personin tjetër të përzihet ose ta ndërpres. Gjithashtu, ndiqni rregullat të cilat i keni vendosur paraprakisht. Откако првото лице ќе заврши со раскажување, парафразирајте. Односно, парафразирајте го се она што го кажало лицето во кратки црти, за да може и вие да го разберете, меѓутоа и двете страни дополнително да имаат објаснување за она што било раскажано. Pasi të përfundon njëri nga folësit, parafrazoni. Me këtë, ndihmojmë që edhe ju ta vërtetoni atë a e keni kuptuar si duhet folësin, mirë po ua përsërisni edhe dy të tjerëve për të rikujtuar atë çka u tha. Në ndërkohë, i jepni fjalën pastaj palës tjetër dhe ja rikujtoni që mos të ndërprehet gjatë shqarimit apo ndjerjes së inatit dhe emocioneve të cilat i ka në lidhje me konfliktin. Така е. Потоа дајте шанса на другата страна, исто така убаво да објасни, без да се мешате и без да ги кршите правилата. Парафразирајте, односно повторете го истиот чекор и за другата страна. Ова ќе им даде до знаење и тие сами да се разберат, меѓутоа ќе стигнат кај вас до вербата дека вие ги слушате и дека разбирате што зборуваат. Me këtë hap, ato e kuptojnë që juve në mënyrë aktive i ndëgjoni dhe normalisht do të krijojnë një besim sepse do e shohin që ju për të dy jeni në të njëjtën keni të njëjtën qasje, si për njërin ashtu edhe për tjetrin. Давајте неизменично шанса на едната и на другата страна да се искажат. Поставувајте прашање дали ова го разбрав и е вака, дали ова предизвика такви емоции кај тебе. Или како се чувствуваше ти во текот на целиот процес. Mos harroni, pyetjet janë gjithashtu shumë të rëndësishme. Kohë pas kohe, pyetini a e kuptova mirë këtë siç duhet dhe gjithashtu si ndjeheni ju gjatë këtij konflikti. Në këtë mënyrë i jepni mundësi folësit, bashkëbiseduesve tuaj që të shprehin emocionet dhe ndjenjat e tyre dhe të shfryhen nga ajo se çka kanë të thonë. Една опција е Беса, како се чувствуваше ти тогаш? Другата опција која може да ја искористите, доколку навистина видите какви емоции, гледам дека си изнервирана. Ајде раскажи ни повеќе зошто. Një gjë shumë interesante është kur fillojnë të shprehin ndjenja dhe emocionet e tyre. Për shembull, një nga pyetjet mund të jetë: Slavica, si u ndjeve ti kur ndodhi gjithë kjo? Edhe aty fillon pastaj diskutimi më i thellë, ose cilat ishin emocionet të cilat i përcolle edhe pse erdhi deri te ky konflikt.
Така, доколку се обратите на едната страна, немој да ја запоставите и другата страна. Поставете го прашањето, истото прашање, слично прашање или некоја варијанта што се однесува на пример на емоциите. Që mos të ndjehen të diskriminuar palët, gjithmonë parashtroni pyetje për të dy njësoj. Mund të jetë në formë tjetër, por mos e leni anash. Nëse njërin e pyetni, duhet ta pyetni edhe palën tjetër. Se Како si што ndjehet. напоменавме, оваа фаза е многу важна. Овој процес може да трае, затоа одите на изменично со едната и со другата страна се додека целосно се искажат и се задоволни од тоа што го кажале. Do me thënë, si që përmendëm edhe më parë, kjo mund të jetë faza më e gjatë, prandaj, përkushtojeni kohë. Si njërës palë, ashtu edhe palës tjetër. Derisa të vim në një përfundim që janë dëgjuar të dy palët deri në fund. Исто така, ако во текот на процесот се вртите во круг, повторно парафразирајте и заклучете. Како што гледаме, вие сте навредени затоа што ти ја зелате тратката. Например, Mos harroni që në fund të jepni një konkluzion të formës të siç shohim, ju jeni ndjerë ofenduar, e prekur apo të ka nervozuar dikush për arsye se dikush ta ka marrë fletoren personin në fjalë për shembull. Domethënë, duhet t'i japim shenjë, t'ja bëjmë me dije që ne e kuptojmë se si është ndjerë personi. почекајте потврда од страната на која се обраќате и заклучете дека тоа е причината поради која едната страна е изнервирана. Po pra, e fundita që duhet të presim gjithmonë së një replik apo një përfundim se si është ndjerë personi kur ne i bëjmë këto pyetje. Посветете внимание на оваа фаза затоа што е најважна, затоа што креира доверба кај учесниците и затоа што нив им е јасно дека вие сте на нивна страна. Kjo është një fazë shumë e rëndësishme, prandaj përkushtojini rëndësi, sepse këtu krijohet besimi ndërmjet palëve dhe ju si ndërmjetësues. Откако ќе завршите со двете страни, вие бидете тој кој ќе го направи заклучокот краен. Дефинирајте, парафразирајте и истакнете ги нивните емоции. Në fund, siç veç më përmendëm, duhet që t'i definojmë edhe një herë ato që u thanë në mënyrë më të shkurt, të vim në një konkluzion se çka ato kanë ndjerë gjatë të gjitha asaj shfryrjes të tyre emotive. Dhe pasi përfundua me hapin e parë, ku ato u shfryn të dy palët, kush çka kishte të tregon mbi konfliktin dhe si erdhi deri te konflikti, tani vazhdoj me hapin e dytë, i cili është të menduarit e zgjedhjeve të mundshme Caci. Do me thënë, këtu ju japin mundësi të dy palëve të tregojnë se si do e kishin zgjedh këtë problem, si do kishin vepruar ndryshe. Këtë do mund ta bëjmë në një formë të brainstorming, stuhi ideash. I japim mundësi njërit të fletë, na tregon çfarë ideja, në ndërkohë mund të marrim shënime, të shkruajmë këto në fletore, që mos t'i harrojmë, dhe pastaj i japim mundësi folësit tjetër që të jep gjithashtu ideja, i komentojmë këto ide, edhe pastaj kalojmë në hapin tjetër. Mirë po, mos harroni që këto ide duhet të vinë nga dy palët dhe jo nga ne. Брейнстормингот е најдобра опција за втората фаза, односно изнаоѓање решенија. Откако ќе завршиме со дефинирање на проблемот, ќе дојдеме до заклучок што е проблемот, треба да изнајдеме соодветно решение. Направете брейнсторминг со двете страни, не заборавајте. Многу е важно идеите за решенијата да дојдат од нив. Доколку е потребно, запишете ги на табла за јасно да ги видат и констатирајте дека тоа се нивните идеи за решенија. Për shembull mund ta pyetni se si do të kishte vepruar Slavica nëse do kishte dashur të ndryshon diçka në lidhje me konfliktin. Така е, може да ги прашаме како поинаку би постапиле во текот на конфликтот. Откако ќе ги излистаме сите идеи за соодветни решенија, преминуваме кон третата фаза, односно избор на најдоброто решение. Pasi do e bëjmë atë listën, cilat ide na i dhanë dy bashkëbiseduesit tanë në lidhje me zgjedhjen e problemit, faza e tretë është vlerësimi i zgjedhjeve. Cila është zgjedhja më e mirë? Këtë mund ta bëjmë duke i eliminuar idetë të cilat nuk na pëlqejnë dhe të lëmë sa më pak ide që të mund në fund të vendosim se cila është më e mira prej tyre.
Така е, најпрво ги елиминираме оние решенија кои не се соодветни за проблемот или не можат да го решат конфликтот и продолжуваме со оние решенија кои би изгледале многу логични и прифатливи за двете страни. Ato 2-3 të cilat do të na mbesin për në fund, fillojmë dhe i diskutojmë të dy palët. Cilat të pëlqen më shumë, si do kishte vepruar nëse do kishte zgjedh njërin prej tyre dhe që në fund të vim normalisht në njërin prej atyre. Така, и ќе напоменам уште еднаш. Не сте вие тие кои треба да го изберете решението. Дискутирајте со учесниците и видете кое од тие решенија им се допаѓа и на двете страни. Dhe hap pas hapi. Pasi të kemi reduktuar edhe eliminuar shumicën e ideve, vim në idet më të mira dhe në fund, hapi 4 është marrja e vendimit. Në fund, do me thënë, duhet të vim në një ide, në një vendim, ku pa tjetër që duhet të pajtohen të dy palët, të ndjehen mirë. Nuk është një hap i vështirë, sepse veç më me kalim në kohës, palët janë qetësuar edhe e din se si mund të zgjidhet pak a shumë problemi i tyre. Така е, откако ќе ги излистаме, елиминираме несоодветните решенија, стигнуваме до фазата на донесување на одлука. Во оваа фаза треба да останеме со 2 до 3 опции кои ги дадеме на двете страни. Треба двете страни да се сложат заедно. Во текот на процесот прашајте ги еднаш, 2 пати ако е потребно, дали се сложувате со ова решение, дали ова решение е соодветно за вас, дали те прави да се чувствуваш добро и слични прашања. Do me thënë, parashtroni pyetje për të pasur pajtueshmëri nga të dy palët, sepse ky është edhe qëllimi i gjithë këtij procesi. Patjetër që të dy palët të ndjehen të kënaqur. Pyetni, a do të ndjeheni mirë me këtë vendim? A do të jeni i kënaqur me këtë vendim? Do me thënë, mos harroni, ju lutem, të dy palët duhet të jenë të kënaqur në mënyrë të njëjtë. Така е, немојте да брзате затоа што стигнавте до олку далеко во фазите. Овдека само заклучуваме која е најдобрата опција за двете страни. Заокружете и уште еднаш потврдете дека тоа е опцијата која ја бираат двете страни. Po, detajlisht kaloni edhe një herë, parafrazoni se ky është opcioni i fundit që e zgjodhen të dy palët. Може како опција да дадете лист на кој ќе се потпишат двете страни, дека се сложуваат со одлуката и така да го официализирате овај процес на медијација. Или едноставно само да си подадат рака и да се сложат дека тоа е решението и од денес натаму не се во конфликт. Ka një opcion të cilën mund ta bëni nëse doni, që në një formë flete të duket si e dokumentuar, që ato pajtohen me atë vendim edhe të nënshkruhet nëse doni ta bëni pak më interesante dhe më kreative, ose thjesht mund t'ja jepni dorën njëri tjetrit, të shtrini dorën edhe të pajtoheni për vendimin e marrë, që të dy palët jenë të kënaqura edhe konflikti të mos vazhdojnë në të ardhmen. И кога ќе стигнеме во петтата фаза, предпоследната фаза, одредуваме начинот на кој ќе се спроведе донесеното решение. Односно, тука дефинираме кој, каде, кога и како ќе се направат чекорите. Po, pra faza e 5 apo e parafundit është shumë e rëndësishme sepse pasi të kemi vendosur për zgjedhjen e problemit, pasi ta kemi marrë vendimin, duhet patjetër të përcaktojmë përgjegjësitë, kush, çfarë dhe çfarë duhet të bënë. Во оваа фаза добро е да запишете кои какви одговорности има, само за да се осигурате дека спроведувањето на планот и на договорот ќе тече во најдобар ред. Nëse të jeni të sigurt për këtë, për ndarjen e roleve apo përgjegjësive që do i marrim pas asaj, se kush çka duhet të bën, është mirë që t'i shkruani. И последна фаза, шеста фаза, не помалку е важна од другите, е проценка на успешноста. Односно, во оваа фаза може слободно да ги прашате учесниците како се чувствуваат после завршувањето на процесот, што им било важно, како течел целиот процес и дали би сакале нешто да додадат. И може би, ако ние како медијатори имаме направено нешто погрешно, да добиваме некој фидбек за да се подобриме за наредниот пат, нели? Да. Тука е и само евалуацијата многу важна како медијатор, затоа што тука може да сагледате кои се вашите слабости, да работите на нив, и кои се вашите силни страни, за да ги употребите во понатамошните преговарања.
Hapi i gjashtë i fundit, por jo më pak i rëndësishëm, është vlerësimi i gjithë procesit të ndërmjetësimit, sepse shpesh këtu marrim një feedback nga puna jonë për si ndërmjetësues. I pyesim bashkëbiseduesit se a ishin të kënaqur nga procesi, çfarë nuk shkoi si duhet, ku mund të përmirësohemi, sepse në këtë mënyrë neve përmirësohemi dhe bëhemi akoma më të mirë. Normalisht që eksperienca të bën normalisht më profesional, kështu që nga gabimet mësohet, prandaj është mirë që në fund të procesit t'i pyetni gjithashtu edhe bashkëbiseduesit si u ndjen. A ishte në rregull i gjithë procesi, a pajtohen me gjithçka që kaloi, dhe kështu me radhë hapet një diskutim më pak i përfshirë me konfliktin, thjesht me atmosferën e krijuar në atë klasë në të cilën do ndodheni. Така, добриот медиатор учи од своите искуства. Секое искуство е различно, меѓутоа од секое искуство може да научите нешто кое вас ќе ве направи подобар медиатор. Ashtu si që përmenda, edhe ndërmjetësuesi edhe për çdo profesion tjetër, secili mëson nga gabimet e veta dhe nga eksperienca që e ka. Bëuni ndërmjetësues të mirë, duke qenë të qetë, duke i ndjekur hapat që u shpjeguam, edhe suksese në punën tuaj. Да, успешност и запомнете, пред да бидете добар медиатор за другите, направете го тоа за себе. Shumë interesante. Sa që ju jep një këshill, para se të bëni ndërmjetësues për të tjerët, bëjuni së pari për vete. Ние сме колеги и се согласуваме дека ќе се почитуваме еден со друг. Marrim pjesë në mënyrë të barabartë. Askush nuk dominon. Го почитуваме времето, почнуваме на време, доаѓаме на време по паузата доколку медиацијата трае подолго. Është në rregull të mos pajtohemi. Важно е да се слушаме едни со други. Përqendrohemi në problem, e jo në akuza, kritika dhe etiketim të personave të tjerë. Ние напаѓаме другата страна, не викаме. Edhe Caci, erdhëm në fund? Така, стигнавме до крајот. А вие, не заборавајте во вашето секојдневно живење да употребите активно слушање, парафразирање и да ги вежбате начините на емпатија, слушање и слични работи кои ќе ви помогнат да бидете подобар медиатор. Do ju rikujtojmë edhe një herë, në jetën tuaj të përditshme, për ta pas sa më të qetë me sa më pak konflikte, sepse neve gjithsesi nuk mund t'ju ikim atyre, përdorni dëgjimin aktiv. Mundohuni të kuptoni të tjerët, empatizohuni, ecni në këpucët e të tjerëve, bëhuni më tolerant edhe përdorni hapat e ndërmjetësimit për të pas sa më pak konflikte ose për të pas fundit konflikte po me zgjedhje të suksesshme. И ако стигнавте до тука, значи сте до самиот крај. Ви благодариме за вниманието и ако толку бевте посветени да не изгледате нас, значи ќе бидете посветен и добар медиатор. Me që erdhe deri këtu, me siguri kishit durim që të na ndiqni mua edhe Slavicën, edhe nëse kishit durim që të na ndiqni ne deri në fund, do të keni durim që të jeni edhe ndërmjetësues të mirë. Ne ju urojmë suksese në punë. Nëse keni diçka, mund të na kontaktoni në mailat tonë, të cilat do të ndodhen këtu poshtë ekranit. Така е, долу на екранот ќе ги видите нашите мејлови, може слободно да не консултирате или да не контактирате доколку имате работи кои не ви се јасни. Се надеваме ќе се видиме во некоја друга прилика, а од нас толку. Чао! Ciao!